Haxhi, shkolla e vlerave të larta njerëzore. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falenderimet i takojnë Allahut të madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër dhe mbi shokët e tij të zgjedhur. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë: dhe vizita për haxh e kësaj faltoreje, e cila është detyrë për çdo që ka mundësi të përballojë rrugën. E kush nuk beson, Allahu nuk ka nevojë për askënd. Islami, siç dihet, është i ndërtuar mbi 5 shtylla. Këtë e dëshmon edhe thënia e profetit Muhammed: paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Dëshmia se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut të madhëruar dhe se Muhamedi është i dërguari i tij, falja e namazit, dhënia e zekatit, kryerja e haxhit dhe agjërimi i Ramazanit. Për haxhin dëshmon edhe Kurani, i cili u bën thirrje besimtarëve që ta kryejnë atë. Në Kuran thuhet: dhe thirr ndër njerëz për haxhin se të vinë ty këmbësor e edhe kalorës me devetë raskapitura prej rrugëve të largëta. Pra, siç vihet re në këtë thënie, një prej shtyllave të fesë është edhe haxhi. Ky adhurim ka disa veprime, por veprimet më të mira i përmend profeti Muhammed: paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Në një thënie të tij, haxhi më i mirë është ngritja e zërit kur thuhet telbia dhe kurbani. Si të gjitha adhurimet e tjera, edhe haxhi ka si qëllim pastrimin shpirtëror të njeriut. Nëpërmjet këtij pastrimi, njeriu arrin që të jetë sa më afër me krijuesin e tij dhe i nderuar në mesin e njerëzve e të shoqërisë ku jeton. Për këtë, profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: haxhi është pastrim gjunahesh mes tij dhe një haxhi para tij. Ramazani është pastrim gjunahesh mes tij dhe një Ramazani para tij. Xhumaja është pastrim gjunahesh mes saj dhe një xhumaje më përpara. Qabja, shtëpia e Zotit, për çdo vit është pritëse e miliona besimtarëve të sinqertë, të cilët me vite të tëra kanë qenë në pritje të vizitës së këtij vendi të shenjtë. Gjatë haxhit, Meka është plot me besimtarë, të cilët e kryejnë me bindje dhe me dashuri të madhe këtë adhurim. Qyteti ka shumë gjallëri. Prania e haxhinëve nga vende të ndryshme dhe me veshje të njëjtë i fal Mekës një gjallëri të papar. Përgatitu për këtë udhëtim, me ndjenjën se nuk do të kthehesh më. Bëhu i dashur me të tjerët, kujdesu për kohët e detyrave që të ka caktuar Allahu dhe për synetin e profetit të tij. Bëhu i sjellshëm, i denj, i durueshëm dhe falenderues për udhëtimin e madh. Pastroj gjunahet e tua me ujin e pendimit. Vishu me rrobën e vërtetësisë e të pastërtisë, me rrobën e frikës e të përuljes para krijuesit tënd. Largohu prej të gjitha gjërave që të pengojnë të përmendësh Allahun fuqiplot dhe të pengojnë të adhurosh atë. Kur të bësh qëllim haxhin, duhet ta dish se ke vendosur të kryesh një punë sa madhështore, aq edhe të vështirë. Prandaj, nijeti dhe vendosmëria jote të jenë për hir të Allahut, larg çdo shtirje a dukje. Përndryshe, përveç parave që paguan dhe lodhjes fizike që merr, do të humbasësh këtë jetë dhe jetën tjetër dhe do të jesh prej të humburve më të mëdhej. Para se të nisesh në këtë udhëtim, ktheja të drejtën çdo njeriu dhe pendohu me pendim të pakthyeshëm, nëse ke bërë ndonjë vepër a veprim që e zemëron Allahun, që të mos shkosh
para Allahut tënd me gjunahe. Të mos jesh prej atyre që nga udhëtimi nuk fitojnë veç se lodhje e mundim. Nëpërmjet udhëtimit për në haxh, kujto udhëtimin për në jetën tjetër. Në haxh, kujto furnizimin që të duhet për udhëtimin për në ahiret. Udhëtimi për haxh në atë jetë është më i gjatë dhe nevoja për të pasur një furnizim sa më të mirë është më e madhe. Ki kujdes që punët e tua, të cilët janë frymëzimi yt për udhëtimin në jetën tjetër, të mos i prish hipokrizia, vetpëlqimi e të shtirurit. Kur të nisesh për udhëtim, falenderoje Allahun, i cili ka vënë në dispozicionin tënd mjetet e udhëtimit për të shkuar nga një vend në një vend tjetër. Kur të jesh duke udhëtuar për në haxh, kujtoje xhenazën e vendosur në Arkivol. Sa çudi e madhe është që ka njerëz që nuk përgatiten për udhëtimin e vërtet e të pakthyeshëm. Kur ta marrësh në dorë ihramin, kujto qefinin me të cilin do të mbulohesh. Kujto se një lloj si ihrami, edhe qefini kanë një ngjashmëri. Ato nuk janë të qepura. Dije mirë se kur udhëton për në shtëpinë e Allahut, ti ndahesh nga familja, fisi, shokët, atë dheu. Dije mirë se ky udhëtim nuk është si udhëtimet e tjera. Për këtë duhet që zemra jote të jetë e vetëdijshme se ku po shkon dhe vizitën e kujt do bësh. Është vizita e shtëpisë së krijuesit të saj. Aty ku vishet ihrami, kujto vdekjen dhe vendqëndrimet e botës tjetër. Silli në mendjen tënde çastet kur do të veshin me rrobën e qefinit. Kujtoj momentet kur munkeri dhe nekiri do të pyesin në natën e varrit. Kujtoj akrepat, gjarprinjt dhe krimbat e varrit. Kujtoje vetmin tënde në banesën e re. Kujtoje tmerrin e natës së varrit. Prandaj, kur ti sjellësh ndërmend të gjitha këto, mendoj që të furnizohesh me atë furnizim që të shpëton nga ato tmerre. Dhe furnizimi më i mirë është devotshmëria. Kur të thuash telbien, ta dish se po i thërret Allahut dhe se ai ka turp që të thotë se nuk të dëgjon. Kur të shqiptosh telbien, shqiptoje me çiltërsi për Allahun e madhëruar. I nderuar haxhi, e nderuar haxhesh, dije mirë se kur të hysh në Mekë, ke hyrë tek vend strehimi i sigurt. Ti duhet ta ndihesh se kur hyn aty, je i shpëtuar nga dënimi i Allahut, por duhet të friksohesh se ndoshta nuk je një prej të merituarve, prej atyre që e meritojnë afrimin tek Allahu i madhëruar. Sidoqoftë, gjithmonë shpresohet e mëshira dhe dashuria e Allahut, sepse pronari i shtëpisë është shumë bujar. Kur të shohësh Qaben, mendo se ndodhesh para Allahut, lutju atij që të mbarësoj takimin me të në ahiret me zemër të pastër, ashtu si të mbarësoj te shtëpia e tij në këtë jetë. Kur të shohësh Qaben, kujto tubimin e njerëzve para Allahut në ditën e gjykimit, kur njerëzit do të ndahen dhe gjithkush do të shkojë aty ku e meriton, sipas veprave të tij në këtë jetë. Kur të fillosh tawafin, rreth rrotullimin, rreth shtëpisë së Allahut, zemra jote të kujtoj vetëm pronarin e shtëpisë, Allahun. Bëje tawafin me zemër në shoqërinë e melekëve, të cilët bëjnë tawaf rreth arshit, njësoj siç bën tawafin me besimtarët rreth shtëpisë së Allahut. Filloje dhe mbaroje tawafin duke përmendur Allahun. Pranoj gabimet dhe gjunahet e tua në Arafat. Ripërtrije besën tënde me Allahun në Muzdelife. Ji i vëmendshëm kur të nisesh për në Mina. Mposhte egon dhe lakmin kur të presësh kurbanin. Flakit e epshet kur të hedhësh gurët tek xhemeratet. Ruaj të këqijet e dukshme dhe ato të padukshme kur të ruash flokët. Shko përsëri në shtëpinë e Allahut për të kryer tawafin e lamtumirës dhe kërkoj Allahut mbrojtje dhe mbarësi për aq kohë sa do të jetosh në këtë jetë pas haxhit. Kur të shohësh muret e Medinës së ndritur, kujto se ai është vendi që Allahu i madhëruar e zgjodhi për profetin e tij, Hazreti Muhamedin, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij. Kujto se në atë vend të ndodhet shtëpia e profetit, nga e cila filloi të predikonte sheriatin e Allahut dhe synetin e tij. Kur të hysh në Medinë, kujto profetin Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, udhëheqësit e devotshëm të Islamit, si dhe përpjekjet e sakrificat e muslimanëve në fillimet e Islamit. Kur të ecësh nëpër rrugët e Medinës, mendohu se po i hedh hapat mbi gjurmët e profetit Muhammed, i cili ka thënë: ai njeri që e kryen haxhin të plot dhe të sakt, pastrohet prej mëkateve dhe kthehet si atë ditë që e ka lindur e ëma. E lut Allahun e madhëruar që të na e mundësoj këtë adhurim madhështor. Allahu i apranoft haxhin vëllezërve dhe motrave që kanë shkuar në shtëpinë e shenjtë.